Refuzimi i Keir Starmer për t'u bashkuar Board of Peace të Donald Trump në Davos ishte më shumë se një gest protokollar. Ishte një akt politik distancimi, një jo e qartë ndaj një iniciative që nuk synon paqe por kontroll, jo bashkëpunim por nënshtrim diplomatik. Në zemër të Europës, Trump u përpoq të shes një projekt personal si mision global, por u përball me realitetin. Aleatët kryesor nuk e blenë më retorikën e tij. E ashtu quajtura Board of Peace u paraqit si një forum i ri ndërkombëtar për zgjidhjen e konflikteve, por forma dhe momenti e tradhtuan qëllimin. Ajo u shpall nga një president që pak orë më parë kishte sulmuar Europën, kishte vënë në dyshim NATO-n dhe kishte relativizuar sovranitetin e aleatëve, pa konsultime reale, pa përfshirje të institucioneve ekzistuese dhe pa qartësi për rolin e aktorëve problematik si Rusia. Iniciativa dukej më shumë si një sken për Trumpin sesa si një platformë për paqen. Refuzimi i Starmer nuk ishte i vetmi, por ishte më domethënësi. Britania, një nga shtyllat tradicionale të rendit transatlantik, i dërgoi një sinjal të qartë Washingtonit. Paqja nuk ndërtohet me borde të improvizuara dhe ultimatume politike. Ajo ndërtohet me rregulla, institucione dhe besim. Tre gjëra që Trump i ka sulmuar hapur nga podiumi i Davosit. Në këtë kuptim, snubi britanik ishte një akt mbrojtjeje dhe multilateralizmi, jo një kapriço politike. Dështimi i Board of Peace ekspozoi edhe një problem më të madh, izolimin gradual të Trumpit brenda vet kampit perëndimor, ndërsa ai kërkon bindje personale dhe përfshirje ceremoniale. Aleatët po zgjedhin distancën, jo për shkak se nuk duan paqe, por sepse nuk pranojnë që paqja të përdoret si instrument presioni apo si dekor për një fjalim armiqësor. Davos tregoi qartë se Trump nuk po ndërton ura, por po teston kufijtë e durimit evropian. Dhe refuzimi i Starmer ishte një përgjigje e ftohtë, por e qartë. Perëndimi mund të jetë i përçar, por nuk është i gatshëm t'i dorëzoj parimet e tij një presidenti që kërkon duartrokitje jo partner. Në fund, Board of Peace mbeti ai që ishte që në fillim, një ide e madhe në letër, por e zbrazët në besueshmëri politike.